komunikimi live që kanë ata nga brenda. Tani kur ke telefonin edhe të komunikosh ata se nuk e kanë telefonin aty për të lexuar live. Tani jam munduar ta zmadhoj dhe ta afroj të personat që flasin në telefonin tjetër, të atij personit tjetër. Ajo që më bën përshtypje është një ambient edhe në personat ku flasin është një ambient i zymt, çka më let dyshime që mund të jenë edhe ata persona të tjerë nga një burg tjetër i cilët komunikojnë. Mes kolegësh do komunikojnë. Fundja. Por thash, ajo që për mua është skandalizuese dhe shqetësuese. Dhe besoj që kjo video është e mjaftueshme dhe është një indicie e mjaftueshme për të nisur një hetim urgjent, jo thjesht nga shërbimi kontrolli brendshëm i burgjeve, por edhe nga prokuroria, për të kuptuar që kur ka ndodhur kjo ngjarje, si janë këto rrethana, si kanë hyrë ato, thash, për mua përgjegjës nuk janë ata që kanë dalë në video. Biles ata dikush nga ata, nga naiviteti, pa dashur, ka shërbyer si ato filmimet që ka bërë Gysa Gasi. Se dhe Gysi filmoi veten, ja futi vetes. Dhe këta kanë filmuar veten, se kuptojnë. Pra, po mos ndodhte kjo, ne nuk do kishim një kamerë që ndodhet i brenda. Pra, ne pa dashur, na është bërë një shërbim shumë i madh. Na është dhënë një pamje video çfarë ndodh brenda një burgu të sigurisë lartë. E cila rrëzon të gjithë atë që na thot ministri i drejtësisë, na thot kryeministri, apo na thon ata që kanë për detyrë të menaxhojnë sigurinë në burgjet e këtij vendi. Pra, imagjino tani, po ta shoh Ilir Meta këtë që ndodh aty do përcasi nga inati. Do tani një njerëz që provon të luajë ping-pong, ndërkohë këta të tjerët janë në të gjendje, por gjithmonë duhet jemi për një gjë të qartë. Për mua përgjegjës, sepse të dënuarit janë të dënuar vaj, do të gjejë çdo të qartë të sistemit. Siç ka thënë Gaxhai, për referohen Gazmend Brakës, detyra ime është të arratisët. Detyra juaj është të më pengoni të arratisët. Në rast se kemi të bëjmë me institucione, me staf të përgatitur, të ndërgjegjshëm, të aftë, sigurisht nuk ndodhin situata të tilla. Por unë jam i bindur që kjo skem, kjo shfaqje që ti demonstrove, sigurisht që nuk ka ndodhur sepse ata që kërcejnë atje në video, apo ata që janë brenda me celular, i kanë futur me dhunë ato gjërat brenda. Jo, është sistemi që e mban përgjegjësinë.